zgjedhjeve. Megjithatë, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Agjiu nuk ka thirrur seancë për konstituim të kuvendit. Ajo sot mori pjesë në një ngjarje për shënimin e 20 vjetorit të themelimit të Agjencisë për parandalimin e korrupsionit. Por për të mësuar më shumë nëse ka folur mbi këtë temë apo edhe çështje të tjera, flasim tani me gazetaren tonë Qëndresa Tërshane. Përshëndetje Qëndresa, po e kaloj linjen me njëherë tek ti. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Agjiu ishte sot pikërisht në një ngjarje që u mbajt këtu në kryeqytet, që kishte të bënte vetëm me parandalimin e korrupsionit, shënimin e 20 vjetorit të agjencisë që merret me këtë çështje, po përveç për këtë përvjetor, vëmendje e madhe ju kushtua asaj që do të thoshte Agjiu pikërisht për çështjen e konstituimit të kuvendit të Kosovës dhe më pastaj edhe të institucioneve të tjera të Republikës. Albulena Agjiu u pyet normalisht pse nuk po e tërhet një seancë konstituive se janë certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të fundit të mbajtura në Kosovë. Ajo tha që normalisht sipas edhe legjislacionit në fuqi, tash ajo ka të drejtë që të thërras një seancë konstituive, por afati i fundit kur mund ta bëj këtë është data 7 gusht. Andaj me shumë gjatë sipas saj në fillim të gushtit do të ketë një seancë që do të mbahet dhe për këtë do të njoftohen të gjithë deputetët, pasi tha që është shumë e rëndësishme që të gjithë të jenë në sallën e parlamentit të Kosovës kur të bëhet konstituimi dhe më pastaj edhe institucionet e tjera që i bie qeveria dhe presidenti. E pikërisht për këtë çështjen e fundit, pra votimi i presidentit, ta që është arsyeja pse nuk po e thërret një seancë tashti, pasi sipas saj menjëherë kur të konstituohet kuvendi e që do të ndodhë sipas Agjiut, pasi lëvizja vetëvendosje i ka numrat edhe me pjesëmarrjen e të partive të tjera normalisht, nuk ka pengesa për konstituimin e kuvendit, më pastaj menjëherë siç tha ajo fillojnë afatet për votimin e presidentit dhe siç tha nuk ka tashmë një marrëveshje në pare me të gjitha partitë ose me ndonjë parti për të votuar presidentin dhe për të mos i shkurtuar kështu kohën partive politike për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, Agjiu tha që iu ka lënë kohë edhe këtë pjesën e afatit që e kanë për konstituim të kuvendit që janë 60 ditë edhe me kalkulim të datave i bie deri më datën 7 gusht. Pra vetëm derisa partitë merren vesh për çështjen e presidentit, të zhvillojnë edhe takime të tjera, andaj Albulena Agjiu do të thërras një seancë konstituive që do t'i bie në fillim të gushtit me patjetër, me datën 7 gusht është opsioni i fundit. Ajo tha që nuk i vije as pak mirë që në fakt janë ndalë diskutimet dhe takimet mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s për çështjen e një marrëveshje që mund të arrihet mes ty dy partive. Ajo ftoi që edhe LDK-ja të kthehet në takime, po ashtu edhe Aleancës i tha që të jetë pjesë e këtyre takimeve për të bërë një shumicë që të zgjedhet presidenti dhe që vendi të mos shkojë në zgjedhje, pasi siç tha Agjiu nuk i konvenon askujt që vendi të shkojë sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kto janë pak a shumë fjalët që i tha ajo, të përmbledhura do i sjellim natyrisht në edicionet informative, por jo vetëm çka deklaroi ajo për seancën konstituive, por edhe për çështjet e tjera më me rëndësi në vend, por edhe fjalimin e saj dhe të gjithë pjesëmarrësve të tjerë në ngjarjen që e përcallëm këtu si ekipi televizionit, do i sjellim në edicionet e tjera informative me patjetër. Qëndresa, të falenderojmë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe të gjitha informacionet. Ndërkohë shtetët